aktivizohet më mirë majaja. Me çfarë vazhdojmë pas publicitetit? Le të bëj pak ngjyrosjen e vezëve direkt. Në ç'fazë jemi? Ti shohim pak, i kemi vendosur. Nuk kam vendosur vezë fare, por kam vendosur. Me çfarë do t'i ngjyrosim vezë, pra kemi vendosur të ziejnë qepët. Tu kam lakër të kuqe edhe panxar. Pra një ngjyrosje natyrale. Turmerik. Super. Do të shtoj vezët sikurse edhe uthullën. Por kemi thënë që vezët duhet të qëndrojnë në temperaturën e dhomës, po. Bardhat. Disa aty, disa këtu dhe gëzuar. Për ju që jeni duke i ngjyrosur vezët dhe keni zgjedhur alternativa të ndryshme, ngjyrën e kuqe apo ngjyra të tjera me bishta me jeshilliqe, me majdanoz, qepëve, mund të bëni në forma të ndryshme. Mënyra të ndryshme për shembull. Unë nuk kam një çorape këtu. Po të shkoj në pjesën e dytë po dhe mund ta marr. Mund të merrni një lule të tillë. Për t'ia ngjitur një veze, përfitur një veze që është e lagur apo jo dhe mbështjell me siç e keni vezën të pa lagur, sepse do futet direkt këtu. Shikoj siç është kështu e tillë. E tillë. Do ta mblidhni me çorapet, getat e holla. Lidheni dhe vendoseni të tillë. Do marrin ngjyrosjen dhe kjo pjesa që është lulja do jetë e bardhë. Në të forma. Nëse unë do kem mundësi të gjej një get, patjetër që do ta bëj tek në momentin që kemi reklamat. Që të shkoj, se jam edhe kështu me pirueta. Vendos një nga një vezët dhe më duhet, ja një sekundë, se do t'i largojmë ato. Do kem edhe nivelin, jo, nuk do t'largoj, po do nivelin e ujit që të kaloj veza. Okej, që të mbulohet veza të marrë ngjyrën, të lëmë sigurisht për minutat që duhen për të marrë ngjyrën dhe do t'i lëmë të kullojnë dhe më pas do t'i lyejmë me vaj ulliri, me një leckë të njohur. Ja. Një sekundë, opa. Edhe këtu. Sot është një spektakël më vete, ngjyrosja. I bëj pak vend, ja. Shtratin e tyre. Po. Dhe duhet të zihen avash që të kemi mundësinë që edhe mos të çahet veza. Pra nxehtësia jo e lartë. Po. Niveli i nxehtësisë jo i lartë, edhe veza duhet jetë e ambientit. Po. Dhe i lëm për qefin e vetë, për qefin e tyre faktikisht, ose në rehatin e tyre, në habitatin e vetë, ja, ose është ka pula. Do respektojmë minutazhin e zgjerrjes. Pula, ferma këtu, s'ka mbaroj. Ne kemi ndryshuar habitatin që kemi marrë këtu. Po të thoja që në rrjetet sociale nga do shef një art të vërtet, kreativitet, spektakël, ngjyrash dhe përgatitjesh të vezëve të pashkës. Kisha gjatë gjithë kohës që shikoja, me thënë të drejtën. Por thash, anvisave nuk u duhen puna e blogerëve. Saltanetet, themin e në gjuhën popullore. Po, sepse unë i përkas një target grupi që jam, anvisa që na shohin nga shtëpia dhe edhe te xhepi. Unë me thënë drejtë nuk merrem fare me kështu sa jetë. Unë të kuqe vetëm. Ato ajo pëlqen. Maksimumi do i dekor. Vetë ta bana e përshëndet Josean. Josean presi sa vesë të bukura nga ty. Simbolika është e kuqja, me thënë drejtën. Ne kemi dalë pak i bërë me ngjyra të përziera, po simboli i gjaku i Krishtit është ngjyra e kuqe. I kemi sjell në këtë formën tjetër, në këtë shportën tjetër. Kur nga erdhi Sara që na tregoi dhe kishte një lloj trashëgimie nga mamaja e saj. Edhe unë këto janë të kuqe. Këtu flasim për ngjyrosje bio. Bio, sepse dikur po ishin bio, s'kishin pa ngjyrosës qep të kuqe. Panxari, lakra gjithashtu. Lakra e kuqe dhe keni një ngjyrë, një pigment shumë të fortë, normalisht duke i shtuar pak ose fare uthull, gjë që unë do ta shoj pak fare më vonë. Po. Do t'i lëm tani për pak minuta, kështu që nuk do ta marrim kohën televizive, do kalojmë në publicitet, falenderojmë sponsorat tanë dhe rikthehemi për të parë rezultatin e vezëve. Mirë të rikthyer, faleminderit që po na ndiqni, jemi në pjesën e fundit të hapësirës tonë të gatimit. Kemi përgatitur tyrekun, bukën e ëmbël të pashkës, të cilën e vendosëm në furrë për t'u pjekur, për të marrë ngjyrën e për t'ja u treguar dhe ju. Vazhduam me ngjyrosjen e vezëve, me ngjyra të ndryshme, me ngjyra nga ushqimet që konsumojmë, lakra qepët turmeriku për t'i dhënë ngjyra të ndryshme tradicionale dhe këto për ditën e Pashkës. Dhe do të vazhdojmë patjetër me recetën tjetër, por jemi këtu akoma? Jemi te vezët akoma. I lam që të zjejnë në minutazhin që u shkëputën bashk, ato kanë vazhduar zjerjen me temperaturë mesatare dhe kjo është shumë e rëndësishme në mënyrë që të mos çahen. Edhe ndonjë që çahet mund ta konsumojmë dhe s'është asnjë problem fare. Pra,
Këtë ngjyrën e verdh e kemi nga sa të naftohen pak. Turmeriku. Po, paskam. Këtu. Këtë e transferoj, sa e nxehtë. Kujdes, sepse ajo nuk I ka dorezat të favorshme, është më shumë. Vendos. Sa të bukura. Çfarë shkëlqimi kanë marrë dhe të mendosh që nuk kanë atë bojën ngjyruese. Pra, lakrën e kuqe. Panxar lakër dhe shifen një sekond gjë tjerat, nga I kam. Baba, sa e bukur. Shumë e bukur dhe kjo tjetër. Vallaj po I gëzohem edhe vetes. Shi. Kur bëheshin kështu të bukura se ndonjëherë mërziteshin gratë me njëra tjetrën, atë dolën më të bukur aty, mua jo, dhe kishin një lloj stepje, një lloj frike, që do na ecin bar, kur dishin vezët. Do na ecin bar edhe super bar. Ishin kështu si roz, pastaj fajsonin bojën, pastaj më tretë kuqe pas kam vendosur unë vetëm. Por nuk na zgënjen asnjëherë Ovital. Atëre, direkt, Aty një miksim tani, bëhet dhe një miksim tjetër. Ja një sekond. I shtoj. Dhe një vezë tjetër doli. Bini pakon në 15 të madhen, të Ovital të bardhat, lakrën panxarin, apo turmerikun, dhe I keni larkë syrikesh. Atëherë, së bëja. Çdo mosh ka lutrat e veta. Tani fillova dhe unë të luaj. Do vendosëm dhe pjesën tjetër, që të kemi ngjyrat e tjera, apo do t'i marri këto? Kujdes me temperaturën, të jetë mesatare, të zjejnë avash, në mënyrë që të mos thyen, mos qahen. Edhe ila... Qarin do t'ja lëm të shtunën në 12. Moj ves që thash habitatin të nga pula, pas ke pasu këtu të... Jo, Ovital e gjenë habitatin kudo. Çfarë ngjyre mund të marrin ato për zjerje tani? Interesante. Ndë lejlatë e erë, diçka e tillë. Unë do të t'i lë ty pas. Si e kam pritur. Pa, goca. Si e kam pritur. Kjo do t'jetë veza ime, besoj. Përderisa e prita kështu në rënje. Vezët janë të mijat. Mos u zihemi për vezë. Se nuk bën që ti trokasim tani, është shumë herët. Por, do të ja pak vaj, normalisht mbas një dite lyhen. Por, ja që kemi edhe... Do pullojnë pak, do thahen, dhe do ta marrin me lyerjen, ja të largojmë pak. Palace këtu. Lyerjen e marrin për t'i dhënë shkëlqimin. Ja t'ja për ca letra unë ty, që ti pastrosh. Ja, mjafton njëra. Kjo, se me një jo se I ketë nxehta dhe rëshojnë bëjshëm. Ndërkohë, unë me vezët, andej nga ana tjetër që do gatuash. Nuk I vë do t'ka pakon këtu.